Mishtë Prizmës. Dy nga ato tema që kam dashur të trajtoj me ju, të flas me ju, janë e para krijimi i një frontit përbashkët anti-Rama të njerëzve që kanë shkuar sigurisht nga Spaku në Burg, përfshi këtu edhe veprimin e fundit, Erion Velis, dhe sigurisht propozimin e dikurshëm të socialistave ose të Edi Ramës për një kompozimin e kuvendit të Shqipërisë dhe dakordësia e Sali Berishës për Senatin. Por po i mbaj me rrallë, po trajtoj problemin e një fronti të burgosurish që e quajnë më tashmi vetën, janë të burgosurit politik. Këto ne sigurisht kalojnë ata që janë të akuzuarit e Spakut, por dikur edhe drejtësisë, përfshi edhe ish ministrin që i ka bërë Burgun tashmë, ministrin e Brendshëm, si të burgosur me akuza politike. Sali Berisha e quan veten të akuzuar me akuza politike, jo të korruptuar. Akuza politike. Nga Spaku dhe akuzon dhe Ramën. Sepse sigurisht akuzon Spakun, kur i Liverdis ati, kur është kundër ati, ai është me Ramën. Kur arreston dikë tjetër, base pastaj ka të drejtë, por në përgjithësi ai shikon nga këndvështrimi i tij. Dhe ai është i burgosur i ndërgjegjes, burgosur politik në demokraci. Po ashtu dhe Ilir Meta, po ashtu dhe latitanti i kërkuari, që është Arben Ahmetaj. Po më themi edhe ish ministri i shëndetësisë, i cili nuk është shprehur plotësisht kështu, po gati edhe ai në këtë drejtim shkon. Disa që janë nëpër burgje e kanë trajtuar veten në aspektin ligjor më, që të bëjnë betejë ligjore me drejtësinë, por fusin dhe politikën brenda. Edhe akuzat ashtu ndërtohen. Pra kemi disa të burgosur edhe të akuzuar ekselent, për shembull ish presidentin ose ish kryeministrin e ish presidentin. Normalisht një latitant nën kryeministër, zëvendës kryeministër i Edi Ramës, ministrat e Edi Ramës, janë 2-3 nëpër burgje, disa e kanë mbaruar Burgun, dhe i fundit është Erion Velia, i cili është më kompleks, dhe që normalisht ka dalë edhe prononcimi i tij që as shumë pak e kanë studiuar, në fakt është hapje një fronti lufte, dhe të gjithë ta bashkohen, gati në front kundra Edi Ramës, se ata akuzojnë. Dhe tash mund t'i shtosh këtij fronti, pavarësisht në mënyrë jo kaq shumë të hapur, por në fundit është drejt për drejt kjo. Sepse sigurisht ata e kanë shkarkuar. Dhe Këshilli i Ministrave normalisht i kryesohet nga kryeministri, dhe kryeministri është krye partiaku, ose po themi kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i Shqipërisë, kryetari i majorancës. Nuk është thjesht ndjekje ligjore, tashmë edhe avokatët e huaj të Erion Velit e kanë shpallur këtë, është i burgosur politik. E kanë çuar tash ndjekjen jo vetëm ligjore, po dhe ndjekjen e ndërgjegjes. Dhe ta bësh këtë punë nëpërmjet Spakut, se akuza i bëhet Spakut. Shumë pak prej tyre kanë marrë vendime gjykate. Gjykata vepron rast pas rasti në procedurën që duhet ndjekur që nga akuza dhe deri nga dënimi përfundimtar. Por praktikisht është një front i madh i hapur, i cili normalisht avokatia del nga mbrojtja ligjore, i shton korrac vetes edhe mbrojtjen politike, duke u konsideruar po themi ndjekje për ndjekje politike në demokraci, ku ka gjitha mënyrat për të mbrojtur, dhe ku apelohesh, ku shkon gjykatë kushtetuese, kur gjykata kushtetuese ka ndaluar në një farë mënyrë, ka pezulluar me ankesën e Erion Velis edhe zgjedhet në Tiranë. Në një anë nuk mund ta lesh Tiranën se ajo po çedon tash. Pa kryetar të saj, të bashkisë, të zgjedhur nga populli, sigurisht. Dhe kjo mund merret si ide e qartë përmbi domosdoshmërinë, sepse normalisht kështu drejtësia ka kursin e vet, po nuk merr përsipër se një qyteti më i rëndësishëm i Shqipërisë për 1 milion banorësh do të administrohet.
Dhe kjo është një problem vete. Problem vete që edhe unë nuk jam dakord që ta marrësh, ta plasësh në burg me njëherë kryetarin e bashkisë. Normalisht mund ta ndjekësh të lirë, mund ta përndjekësh gjitha drejtimet, sepse nuk ndalon kërkush që ta përndjekësh. Po ta mbyllësh në burg kryetarin e bashkisë, sigurisht për akuzat e korrupsionit, ke si pasojë pastaj edhe daljen dhe akuzës politike. Kështu kështu veprohet. Normalisht për korrupsion është marrë dhe Sali Berisha po thotë jam i përgosur i ndërgjegjes. I përgosur por ju s'kam bërë asgjë. Ilir Meta jo. Ta gjithë dalin të përgosur në gjegje. Dhe në fund këtë kujtë të mbetet faj spakot. Në këtë të lovi gjëra është futen edhe për Erion Velir, për shembull, avokat huaj. Bile autoriteti i pushteteve vendore i ka dërguar letër sot. Erion Velir si tonë e dovim me 17 me 18 do monitorojmë. Sepse askërkusht drejtësisht, flasim drejtësisht. S'kam asnjë respekt për Erion Velin. Kur fa respekti për llapazan lekun e tij. Jo për shumë punë që ka bërë. Shumë punë mund t'i ketë bërë dhe mirë dhe keq, por ka bërë dhe punë të mira. Absolutisht. Ka bërë punë të mira në shkolla, në çerdhe. Fillojnë tash marzia e Facebookut, ka vjedhur, ka vrarë, ka këto tash janë facebookizma, dhe njerëzit me Facebook nuk shkojnë deri as në derë të hales. Ta keni qartë këtë punë. Flasim drejt. Erion Veli është një person, një personazh kompleks në një bashkangjitur partisë socialiste nëpërmjet mjaftit. Sigurisht edhe fondacionit Soros, që është bërë një socialist, po themi me zor. Ashtu si kundër nuk është socialist, por u bë socialist edhe Edi Rama vet. Ideja është e tillë. Një kryetar bashkie nuk mund ta plasësh në burg dhe të lesh Bashkinë e Tiranës pa kryetar bashkie për një kohë kaq gjatë. Dhe mos guxosh pastaj të bësh edhe zgjedhje të tjera, sepse sigurisht ankohesh dhe shkon drejtësia step by step, ai është në burg, se po të jetë jashtë do të detyrohet bëj punën. Pa kemi të bëjmë një nonsens të jashtëzakonshëm që në një farë mënyrë do zgjidhje, po ai në burg ka të drejtën e vet, e ke futur në burg pa drejtësisht. Drejtësia vazhdon punën e saj. Pastaj fillon teoria konspirative, e ka futur në burg Edi Rama. Sepse sigurisht teoritë konspirative edhe të prime time-it edhe të gazetarisë lefeniste shqiptare, lefeniste, duhet ta pranojmë këtë punë. Qa nuk shpikin këta, sidomos janë 2-3 femra që merren këto me teoritë konspirative që janë dhe me gazetari investigative, qa s'din? Janë një 2 prej tyre, njëna është shëmtuar, tjetra është më bukurose, po mendin e kanë shëmtuar të dyja njësoj. Qa nuk din këto, qa nuk shpikin? Këto fusin e nxjerrin nga burgu, këto nxjerrin se bile që ka pas në mend të shkruaj në telefon X ministër ose X ministrët, din gjithë shka këto. Dhe normalisht i nxjerrin në për televizorët pastaj mi bazën e tyre, këto janë fantasmagorina, fillon e qonë dhe disa teori tjera që duhet arrestuar ky, duhet arrestuar ai, ç'as bëjnë? Praktikisht faktet janë këto. Ai është ankuar, është ndërtuar një strategji mbrojtje, strategjia mbrojtje tash e Erion Velis, edhe me të huajt, me avokat huaj, me 2 studio ligjore fantastike, e çojnë punën deri ke autoritetet e pushtetit vendor në Bashkimin Evropian, dhe njëkohësisht thonë, ore, është e drejtë kjo që ta futesh në burg e ta marrësh në burg. Kjo është ana ligjore. Në anën tjetër përdoret ana politike. Është shkarkuar politikisht, thonë, sepse sigurisht për ta shkarkuar e ka shkarkuar partia e vet. Dhe pjesa pastaj e groteskut thotë, shiko, ky është gati si Kadrias Biu, sepse partia jote, thotë Enveri, ju kujtohet, po partia ime le të më dënojë, thotë. Partia jote edhe të vetë dënon, thotë. Normalisht kështu është, po more me punët e partisë edhe me grabitjet e partisë edhe me hajnit e partisë do ta psosh. Mi po secili dash varet nga kamp të veta, thonë. Dhe ai përgjigjet për esapin e hajnive që ka bërë vetë, jo kaq shumë me hajnit e tjera. Bashkëpunimi pastaj ndahet. Ideja është se tash po përdoret i gjithë kauza e madhe ligjore, i shtohet edhe kauza politike. Këta të gjithë duke filluar nga Sali Berisha janë të persekutuar politik. Këta nuk janë, del në plan të dytë tash mbrojtja. Ja, Berisha është i persekutuar politik i drejtësisë. Ilir Meta politik i drejtësisë, Erion Velia politik i drejtësisë, gjithë ta meten politikisht, sepse sigurisht përdorin politikën, dalin nga sistemi ligjor, futen sistemi politik. Dhe kështu nuk zgjidhet asgjë. E kështu shkon për Leshe dhe vendi, edhe Tirana, dhe çdo lloj vendi tjetër. Dhe pse shkon? Se kjo shoqëri jemi ne. Kështu i përdorim, kështu e bëjmë edhe ç't kapim dorë, ne e prishim, sigurisht.
mor drejtësinë, mor mjekësinë, mor arsimin, mor çat na dali përpara. Sot ta fusim në politikë ose në ideologji. Dje e futnim në ideologji, sot e fusim në politikë. Dhe të gjithë hajnat që kanë pushtet, na dalin persekutuar politikë. Të gjithë. Hajnat, mashtruesit, dhe sigurisht pastaj ka dhe teori konspirative, nga më të çmendurat e më idiotet, si rasti e atyre 2 investigatorëve të mëdhaja. Njëra prej tyre nuk gjen se kush ka gjujt shpinën e vet. Gjen gjithë tjerëve, po atë se kush e gjujti shpinën e saj, atë nuk e ka gjetur akoma. Kurse tjetra ka probleme të mëdha të natyrave njerëzore, me dobësit njerëzore, me të mëdha të mundshme. Nuk duhet të egzagerohem tash se pastaj më thon po bulizon ose po trajton keq gratë dhe femrat. Atyre lejohet bulizojnë, shpikin edhe të akuzojnë edhe të marrin në përgoj dhe të shantazhojnë gjithkën, qofse ju thua atyre, thotë, ja, kjo është të thyesh femrën, gruan, të marrësh në për... Nëse, marrëzira tilla që është edhe kohë ti trajtoj, sepse është një kohë idiotësh, kohë woke, që ka tentuar edhe tenton për ditë, prishi familjen, moralin e saj edhe shoqërinë. Ta çmoralizoj atë deri aty ku nuk ban më. Të pranoj çdo sharje, çdo fytyrje, mos të ketë fytyrë fare, mos të jetë bërë sholl fytyra, trut, të jenë zbardhur komplet dhe të jetë bërë një konglomerat marrëzirash të mbledhura bashkë që krijojnë në universitet fantazmagorie, fytyrës, sharjes, shpikjes, fake kauzash, sa të vjen dot që të dëgjosh edhe të ndjekësh. Është më mirë të bësh xhampis, më mirë të shohësh kartone animate, të shohësh filma multiplikativ, të shohësh filma për fëmijë, se sa të merresh me këta derbeder, ignorant, arrogant, edhe njerëz që deformojnë realitetin në mënyrë të pashmangshme për të sharë edhe për të hedhur në kanalin ose në gjirizin më të keq të natyrës, atë që ka krijuar më keq se gjitha natyra. E them këtë me këtë lloj mbledhje sepse sigurisht e kanë shkatruar shoqërinë, e kanë çuar deri në mos, nuk e di si them tash, në një amoralitet të jashtëzakonshme. S'duhet përdor fjalë tjetër, sepse do më dilin fjalët më të ndyra të mundshme në botë. Kështu është, kaluam tash edhe është formuar fronti anti-Ramës. Të gjithë këta tash janë kundër Ramës. Sigurisht, Rama nuk ja përton, sepse duke qenë provokatori më i madh i këtij vendi, mbase këtë strategji ka tash. Kur dedukton gjëra të tjera, të del edhe Erion Velia tash. Sepse normalisht këto që thot dhe këto që po bën, pavarësisht se janë në të drejtën e tij t'i bëj, po i çon drejt këtij lloj përfundimi. Facebooku pret që të arrestojnë dhe Belindën, kështu që nuk e di, të mbase telenovelat më të bukura nuk janë ato turket që shohim ke Italia dhe ke televizionet tona, po mbase janë këto telenovelat tash me të korruptuarit e mëdhej të Shqipërisë, të cilët e kanë shpallur veten tash të persekutuarit politik të Shqipërisë. Pra, telenovela më e bukur e këtij vendi edhe kësaj kohe nuk janë ato turke, por është telenovela e të korruptuarve, hajdutëve, mashtruesve të Shqipërisë, të cilët janë vetë shpallur të persekutuar politik në demokraci. Dakor, kaq kisha për këtë. Tash tjetra. Sali Berisha është njeriu që ka zgjidhur gjërat më të mëdha me armikun më të betuar të jetës tij që është Edi Rama. Zakonisht njerëzit zgjidhin gjërat më të mëdha me një dakordsi me mikun më të madh. Sali Berisha i ka zgjidhur me armikun më të madh të tij, me Edi Rama. Atë ka shpallur armik, është armik. Ka thënë cop. Atë veprimin e parë bëri në 2008, ishte një veprim skandaloz, i shëmtuar. Kujtonte se është në Deverdit ti, kështu i bën llogarit Sali Berisha. Në të vërtetë, në 2013 doli se ishte në llogarit plot, sistematike dhe të drejtë Edi Ramës e Partisë Socialiste. Tash ka bërë një llogari tjetër nga një propozim i dikushëm i luajtjes të përbashkët, sepse është kushtetuese, ka 94 vota, edhe marrëveshja duhet se s'bën në një farë mënyrë të parlamentit për qenë më i vogël, por
shumë herë ka pasur një propozim edhe për Senat. Që ta kuptojmë Senati përdoret ato vende ku duhet që ligjet që kalojnë nëpërmjet dhomës parë, domethënë dhomët ulët, po themi kuvendit, ose Kongresit në Amerikë, ose dhomës deputetëve në Britani, të kalojnë në Senat për aprovim. Dhe të zgjedhurit e Senatit janë një moshë caktuar, teorikisht 18 vjeç votojmë ne, për Senatin duhet të votojnë 25 vjeç, duhet të jenë më të pjekur. Edhe ka fash më të vogël të përzgjedhjes. Senati shërben si certifikues i vendimeve dhe aprovimeve në kuvend. Në një farë mënyrë quhen, kanë beneficin e madh të kalimit ligjeve në mënyrë të sigurt. Është një lloj pengesë, filtr i madh i drejtësisë, të zbatimit të drejtësisë dhe të ligjeve në parlamentarizmin botror. Për këtë shërben. Asgjë më tepër se sa kaq. Janë 2 dhoma. Do thoni jo mos e bëjnë më të vështirë. Problemi nuk e ka këtu. Sali Berisha sepse e shprehu, jo për ta vështirësuar këtë punë, për t'i bërë një farë kontrolli. Po Sali Berisha e ka ndryshe. Duan që të hapin listat. Praktikisht Senatin, Sali Berisha, por dakord edhe Edi Rama, e duan listën e mbyllur tyre, duan të fusin besnikët e tyre, që ju mbajnë partinë. Më kuptoni ku është halli? Senatin e duan që mos ta çojnë Vjollca Vokshin gjithmonë pa votime dhe tjetë aty të përballet si listë hapur, se e di që Vjollca Vokshi nuk ka për të marrë kur vota. Do që të bëjnë listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Aq sa nxjerr, se s'ka për të nxjerr kur më tepër se Partia Socialiste. Por ato 12-13 vetë tuk e di se mbase e do kështu 100 këte 40, do të lejnë gjetin numër, mbase e zvoglojnë e bëjnë 120, po të themi ka këtë menin 100 deputetë dhe 40 që mund dalin në mënyrë kështu a priori nga Senati. Bëhet votimi me to, jepet lista dhe dalin. Është lista e mbyllur. E përdorin në këtë lloj mënyre dhe sigurisht ka besnikët e vet. Sa mund dalin senator. Në këto 40 ja po themi dalin 30 nga Partia Socialiste, 10 nga këto, ose 15 me 35 me 25. Nuk e di 20-20, si doni ju, lejeni ju, si doni, mos të vinë keq se mund të jetë një që është me Partinë Demokratike, thotë pse ne ndan kështu. Për shefin tu, 25 Partisë Demokratike, 15 Socialiste, po e lej, po është e njëjta gjë. Është gati lista e mbyllur. Do të keni mundësinë që t'i shikoni njerëzit që sigurisht vendosen atë listë dhe mase mund bëjnë edhe listë tillë që të ketë senator për jetë. Dhe senator për jetë sigurisht i takon Sali Berishës. Dakor? Mase nesër mund dali edhe Edi Rama, mase dalin edhe këta. U kopsitën. Tu është edhe gjithë historia, nuk është se këta duan të zvoglojnë numra ose të bëjnë. E të bëjnë një kontrol më të madh. Kur bin dakord, bin si ke njëra dhomë edhe ke dhoma tjetër. Këto 2 parti janë. Po themi është një parti e madhe shumë, e fuqishme, me para, me të gjitha gjërat që është Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike levendësh, këto të rritë s'kanë mend mu ba sepse ju ngjajnë këtyre ose janë rrjedhët këtyre. Po kështu me forcën e përhershmërisë, domethënë, sa të jetë gjallë, edhe bëhet edhe trashëgimia normale. Nëpërmjet Senatit mund dali pastaj edhe një president, mund dalin edhe një benefic tjetër, në një dakordësi e jashtëzakonshme, e cila sigurisht i mand përjetshëm. Është lista e mbyllur e tyre, janë besnikët që formojnë aty, dhe një farë mënyrë moshat, cilat janë të detyruar të rrinë aty. Por më tepër që mund të jenë 1, 2, 3 senatorë të përjetshëm, duke qenë senator përjetshëm me benefice të jashtëzakonshme, gati në afërsi të presidentit të Republikës, ose benefice e kam fjalën, edhe me zërin e sigurisë të senatorit, ka emër të madh. Dhe kjo është gjithë mrekullia që do të jetë dakord. Dhe me këtë, me narkoshtetin, me narkotrafikantin Edi Rama, pra me atë që i ka bërë gjithmonë, kështu si akuzon ai, jo unë. Si ka bërë marrëveshje gjithmonë Sali Berisha me armikun më të madh dhe të betuar ti, që quhet Edi Rama. Dakor, miqtë mi?